Mungesa e infrastrukturës ngriti në protestë banorët e fshatit Malbardh në Kurbin, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për rikonstruksionin e rrugës që lidh zonën e tyre me aksin kryesor. Sipas tyre, segmenti prej rreth 1.3 kilometrash është në gjendje tepër të amortizuar dhe prej më shumë se 35 vitesh nuk ka njohur asnjë investim. Ata shprehen se rruga është kthyer në një shqetësim të përditshëm për rreth 200 familje që banojnë në pjesën e poshtme të fshatit, duke bërë lëvizjen të jetë të vështirë. Kjo rruga është 1 kilometër e pak, është premtuar disa herë është premtuar për të shtruar me asfalt dhe vazhdon edhe sot kësaj dite se shihni se është e pashtruar. Të herë na myti plunit tani. Lesi makinat cop kush ka makina. Sa të bëj shiu bën gropat me humat makina më ne. Kjo rrugë është ka 36 vjet, rrugë kryesore është. Së rrugë edhe janë bërë projektet, janë shuar ku janë shuar. Kanë thonë se janë miratu, kanë thonë se ka him plan për mu rregullu, kur vjet puna për zbatim s'ka fare. Bashkia Kurbinit nuk ekziston, i ka shtru asfaltin Kushrinit vet që është me mbjemër shqaqë, ja ka shtru dem deri shtëpisë dhe ky popull që ka prit mira mjeditore e Shkodrane, Dibran i ka prit nuk ja ka shtru Kushrinit vet. Në mbështetje të protestës ishin edhe anëtarët e Këshillit Bashkiak të Opozitës, Albert Ndoci dhe Sefedin Dika. Ata akuzuan Bashkinë Kurbin për investime selektive, duke pretenduar se disa fshatra janë lënë pas dore prej vitesh, pavarësisht problemeve të vazhdueshme me infrastrukturën.